5 vjet pasi nisi skema, SPAK ka nisur zbërthimin e mekanizmit të pastrimit të parave të Amant Josifit, ish këshilltari të ministres Olta Xhaçka dhe ortaku të Olsi Ramos, tashmë i arratisur në Dubai. Në fokus, si miliona euro të mashtruara nga qytetarët evropian përmes call centerave, u kthyen në pasuri të paluajtshme, kompani ndërtimi dhe zinxhirët e fast foodit KFC, duke përdorur si mburoj një rrjet prestanumesh. Një akuzë ngritur nga prokuroria e përgjithshme e Bambergut, dhe zyra qendrore për krimin kibernetik të Bavarisë, ka zbuluar dimensionin e vërtetë të industrisë kriminale që ka pasur për vite bazë operative Tiranën, 230 milionë euro të vjedhura vetëm në vendet gjermanisht folse, qindra punonjës në qendra thirrjesh të blinduara në kryeqytet dhe një strukturë e organizuar si ushtri me skripte manipulimi dhe platforma fiktive investimesh. Në qendër të skemës qëndron Amant Josifi, një emër që për vite me radhë ka lëvizur lirshëm mes kabineteve ministrore dhe botës së krimit kibernetik. Ish këshilltar politik i ministres së jashtme Olta Xhaçka, gjatë kohës që ajo drejtonte Ministrinë e Mbrojtjes, Josifi arriti të ndërtoi një perandori të mashtrimit ndërkombëtar, pikërisht në nundën e institucioneve shqiptare. Sipas hetimit, Josifi ishte figura operative e Milton Group në Shqipëri, duke kontrolluar një rrjet call centerësh të regjistruar si biznese të zakonshme: Shërbimi, Everplus, APA Leison, Odyssey, Mizu, Capital Partner, STA Group, Oritek, Volans, janë vetëm disa nga emrat pas të cilëve fshiheshin qindra operatorë që targetonin qytetar gjerman, zvicerian dhe austriak. Por Josifi nuk ishte thjesht një menaxher, ai ishte nyja lidhëse mes operacioneve në Tiranë, qendrave të tjera në Ukrainë, Serbi dhe Bullgari, dhe më e rëndësishmja, ai ishte mburoja politike që garantoi që këto biznese të mos prekeshin për vite me radhë. Burime nga hetimi konfirmojnë për pamfletin se Olsi Rama, vëllai i kryeministrit, figuron në dosjet ndërkombëtare si organizator dhe drejtuesi i aktivitetit të Milton Group në Shqipëri. Sipas burimeve, dy të arrestuarit gjatë operacionit të nëntorit 2022, Erindi Pisqyli dhe Berlando Saraçaj, kanë deklaruar para autoriteteve spanjolle se Olsi Rama ka qenë shefi faktik, ortaku i heshtur që siguronte mbrojtjen e lartë dhe zgjidhte problemet me institucionet. Por kur më 8-9 nëntor 2022, forcat e SPAK, Eurojust dhe policia shqiptare pastisën 6 qendra call center në Tiranë, emri Olsi Ramos u zhduk si me magji nga listat. Burime brenda prokurorisë së posaçme rrëfen se lista fillestare e personave në hetim përfshinte emrin e Olsi Ramos, por gjatë përgatitjes së dosjes për mediat, ai u hoq. Në të njëjtën kohë, Amant Josifi, megjithse ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar nga autoritetet spanjolle, u la i lirë të largohej. Ai u njoftua paraprakisht për aksionin, arriti të arratisej në Dubai, ku sot vijon të shijoj paratë e vjedhura, ndërsa në Tiranë po pastrohen miliona euro, duke sfiduar hapur SPAK-un. Hetimi i pamfletit zbërtheu mekanizmin e plotë të pastrimit të parave, një skemë ndërtuar në 3 faza, e projektuar për të bërë të pamundur gjurmimin e kapitalit kriminal. Paratë e përfituara nga qytetarët evropian të mashtruar nuk hynin kurrë direkt në sistemin bankar shqiptar përmes transfertave të mëdha që do të ngrinin alarme. Ato fragmentoheshin në qindra mijëra transaksione të vogla përmes një rrjeti kompanish guac dhe llogarisht në vende të treta. Më pas, këto para futeshin në Shqipëri si investime të huaja ose si pagesa për shërbime nga kompanitë offshore. Objekti kryesor i përtithjes ishte shoqëria Global Fast Food Albania, operatori i rrjeteve KFC dhe Pizza Hut në Tiranë, me qarkullim ditor të lartë kesh e një imazh të patomet ndërkombëtar. Dyqanet e ushqimit të shpejt ishin filtrat ideal. Mekanizmi ishte i thjeshtë por genial. Kontrata marketingu fiktive, call centerat firmosnin kontrata të rreme marketingu me KFC-n për promovim të markës. Parat paguheshin dhe në letër ishin shpenzimi lishëm reklame, furnizime të simuluara. Kompanitë të lidhura me Josifin faturonin KFC-n për furnizime që nuk ndodhnin kurrë. Blindazhi xhiros ditore, keshi i përditshëm i pikave të KFC-s shtohej artificialisht me para nga mashtrimi, duke u paraqitur në banka si xhiro reale. Në këtë mënyrë, paraja e zezynte në qarkullim zyrtar, paguante taksa dhe dilte e pastër në anën tjetër. Hapi i dytë ishte shkoputja e çdo lidhjeje pronësore me burimin kriminal. Për këtë grupi përdori një nga strukturat më sofistikuara offshore të evidentuara ndonjëherë në Shqipëri. Shoqëria Global Fast Food Albania nuk është në pronësi të shqiptarëve. Ajo i përket kompanisë TP Investments Limited, e regjistruar në Ras Al Khaimah International Corporate Center, një nga zonat më opake të Emirateve të Bashkuara Arabe. Por edhe kjo është vetëm një shtresë. Pronarët përfitues fshihen pas një labirinti kompanish në British Virgin Islands, të kontrolluara nga shtetas gjeorgjan. Këtu hyn në lojë emrat e Revasa Akadze dhe Otari Katamadze, dy figura të njohura të mafjes gjeorgjane, të skeduar në disa vende evropiane për pastrim parash dhe mashtrim. Akadze, i cili për një periudhë ishte pronar nominal i KFC-s në Shqipëri, është njëkohësisht ortak i Aleksandr Josifit, babai të Amantit, në kompaninë e ndërtimit Balkan Investment Group. Kjo lidhje është çelësi i gjithë skemës. Call centerat shqiptar prodhojnë para, KFC i pastron ato përmes xhiros dhe kompanitë e ndërtimit shqiptaro-gjeorgjane i kthejnë në pasuri të paluajtshme, duke i bërë të pakapshme. Faza e fundit dhe më e rëndësishme ishte kalimi i parave të pastruara në asete reale të patjetërsueshme. Këtu rolin kryesor e luan babai i Amant Josifit, Aleksandr Josifi, përmes kompanive
respektive New Standard, Balkan Investment Group dhe Construction 21. Balkan Investment Group, ortak mes Aleksandr Josifit dhe Revasa KC, kjo kompani ka përtitur miliona euro për investime dhe pasuri të paluajtshme. New Standard, kompani në pronësitë e Aleksandr Josifit, e pezulluar pasi i biri u shpall në kërkim për pasuritë e krijuara, nuk u sekuestruan kurrë. 14 pasuritë e pasekuestruara. Pavarësisht se Amant Josifi është në kërkim ndërkombëtar, ka një dosje të hapur në Shqipëri. Asnjë nga 14 pronat e identifikuara të familjes Josifi, apartamente në Tiranë, vila në Saran, toka, hotele, nuk është sekuestruar nga SPAK. Ato vijojnë të jenë në pronësi të familjes të paprekshme. Departamenti i Drejtësisë i SBA-s njofton se ka mbyllur 4 faqe interneti që dyshohet se përdoreshin nga grupe të lidhura me qeverinë iraniane për të publikuar informacione të hakuara dhe për të kërcënuar kritikët e regjimit. Ky veprim vjen në një kohë kur ekzistojnë shqetësime se lufta mes SBA-s dhe Izraelit me Iranin mund të zgjerohet edhe në sulme kibernetike. Një agjenci lajmesh e lidhur me Gardën Revolucionare Iraniane ka kërcënuar kompanitë teknologjike amerikane se mund të jenë objektiv, ndërsa një nga grupet e lidhura me Iranin, i përmendur nga Departamenti i Drejtësisë, duket se ka marrë përgjegjësinë për një sulm dhe një kompanie të teknologjisë mjekësore në Michigan javën e kaluar. Ndërkohë, zyrtar ushtarak amerikan deklarojnë se operacionet kibernetike kanë ndihmuar në dobësimin e komunikimeve të Iranit në orët e para të luftës. Faqet e mbyllura mbanin emra që përputhen me 3 grupe të dyshuara hakerash: Handala, Homeland Justice dhe Karma Below. Në dokumentet gjyqësore, FBI deklaron se të 3 grupet drejtohen nga Ministria Iraniane e Inteligjencës dhe Sigurisë dhe përdorin taktika të ngjashme për fshirë malware të ndërtuar posaçërisht. Departamenti i Drejtësisë thotë se 4 faqet përdoreshin për skema hakimi dhe represionin ndërkombëtar të sponsorizuara nga qeveria iraniane, si dhe për operacione psikologjike të synuara ndaj kundërshtarëve të regjimit. Faqet e lidhura me Handala dyshohet se janë përdorur për të marrë përgjegjësinë për një sulm shkatrues me malware dhe një kompanie shumë kombëshe me bazë në SBA që operon në teknologjinë mjekësore. Departamenti i Drejtësisë nuk e identifikon kompaninë, por javën e kaluar kompania Stryker raportoi një sulm kibernetik që shkaktoi ndërprerje globale. Eksperti i sigurisë kibernetike Brian Krebs shkroi në një blog se Handala duket se ka marrë përgjegjësinë për incidentin, i cili pretendohet të jetë në hakmarrje për një bombardim vdekjeprurës të një shkolle për vajza në Iran, për cilin vlerësimet e para sugjerojnë se SBA-t mund të ketë përgjegjësi. Stryker deklaron se sulmi ishte i kufizuar në sistemet e brendshme Microsoft dhe nuk preku produktet e saj, përfshirë implantet mjekësore. CBS News ka kërkuar një koment nga kompania. Sipas Departamentit të Drejtësisë, Handala ka përdorur gjithashtu faqet e sekuestruara për të marrë përgjegjësinë për një sulm ndaj anëtarëve të një komuniteti hebre hasidik dhe për të publikuar emrat dhe të dhëna personale të punonjësve të forcave të mbrojtjes së Izraelit dhe qeverisë izraelite. Në një moment, grupi dyshohet se u ka bërë thirrje mbështetësve të Iranit të reagojnë ndaj këtyre personave. Po ashtu, Handala akuzohet se më herët gjatë këtij muaji ka dërguar emaile me kërcënime për vdekje ndaj disidentëve dhe gazetarëve iranian, të paktën njëri prej cilëve jeton në SBA. Një mesazh i zbuluar nga Departamenti i Drejtësisë pretendon se Handala ishte partnere me kartelin meksikan Jalisco New Generation dhe ofronte një shpërblim prej $250,000 për vrasjen e objektivit. Një nga faqet e tjera të mbyllura lidhej me Homeland Justice dhe dyshohet se është përdorur për të marrë përgjegjësinë për sulmin e bujshëm kibernetik të vitit 2022 ndaj qeverisë shqiptare. FBI deklaron në dokumentet gjyqësore se në kuadër të hetimit, një agent i infiltruar bleu një sasi të madhe të dhënash, vjedhura nga një përfaqësues i Homeland Justice, përfshirë karta identiteti shqiptare, që duket se lidhen me incidentin e vitit 2022. Sulmi i fundit kibernetik ndodhi pas sistemit në Kuvendin e Shqipërisë, ku janë raportuar hakerime, kryesisht në komunikimet e deputetëve përmes adresave të emailit. Të gjitha bisedat dhe korrespondenca anëtarëve të korruptuar të Kuvendit gjatë muajve të fundit janë në duart e Homeland Justice. Ne jemi shumë afër jush se sa mendoni. A i keni strehuar vërtet ata vrasës fëmijësh? Ne do të sigurohemi që ky turp të mbetet me ju përgjithmonë, thuaj në një prej mesazheve të publikuara. Përveç publikimit në Telegram, disa deputetëve u është dërguar edhe një email kërcënues nga një burim i jashtëm, ku u paralajmërua që të mos klikojnë linqet ose skedarët bashkangjitur për të shmangur rreziqe për sigurinë e sistemit. Autoritetet amerikane kanë paralajmëruar prej kohësh për rrezikun e sulmeve kibernetike të sponsorizuara nga Irani. Irani është lidhur gjithashtu me përpjekje për të shtypur disidentët në SBA për vite me radhë, përfshirë disa plane të penguara për rrëmbimin ose vrasjen e gazetares iraniano-amerikane dhe kritikes së regjimit. Masi Alinejad, kontribuese në CBS News. Pas sulmit ndaj Stryker javën e kaluar, ish drejtori i Agjencisë për Sigurinë Kibernetike dhe Infrastrukturën, Chris Krebs, deklaroi për CBS News se fronti kibernetik i këtij konflikti është hapur zyrtarisht.
Krebs shtoi në emisionin CBS Mornings se kufiri mes grupit Handala dhe qeverisë iraniane është shumë i paqartë. Largimi i kreut të policisë së shtetit Ilir Proda ishte një lëvizje detyruar e Edi Ramës, i cili e mbajti pengaj sa mundi për ta vonuar aktin. Kancelarit dhe agjensitë perëndimore kishin kërkuar prej kohësh ndryshime rrënjësore në policinë e shtetit, ndërkohë që edhe SPA ka shfaqur disa herë pakënaqësinë me kupolën e lartë të uniformave blu. Për një viti tashmë, operacionet më të rëndësishme të prokurorisë së posaçme kryheshin thuajse totalisht me forcat e saj të Byros Kombëtare të Hetimit, duke anashkaluar policinë. Kjo, pasi ka patur disa raporte kritike pas dështimit të operacioneve për arrestimin e krerëve të bandave kriminale. Ndërkaq, për zgjedhjen e kreut të ri të policisë, Edi Rama ka ndërmarrë një manovër direkte, duke lënë pezull një garë false me 16 kandidatët për postin e drejtorit të përgjithshëm, në mënyrë që të peshkoj lobet që mund të lidhen pas njërit apo tjetrit kandidat. Ajo pjesë që intereson Edi Ramës në këtë rast është krijimi një lobi nga kancelaritë e huaja për të shfaqur preferencat e tyre. Nëse do të ndodhte kjo, atëherë është planifikuar rrëzimi i fazës së parë dhe shtyrja e zgjedhjes së drejtorit në fazën e dytë me metodën detyrim për caktim. Por grepi i Edi Ramës nuk ka kapur ndonjë peshk dhe normalisht ai nuk mund t'i mashtrojë diplomatët me një lojë të tillë provinciale. Siç mësohet, si SBA ashtu edhe vendet perëndimore e kanë cilësuar në raporte drejtuar kancelarive si një garë të paracaktuar. Policia e shtetit konsiderohet një agjenci e politizuar dhe e lidhur ngushtë, kryesisht në nivelet e larta, në mënyrë piramidale me kryeministrin. Vendet e Bashkimit Evropian i kanë kërkuar Shqipërisë që oficerët drejtues të policisë të jenë një trup që nuk emërohen politikisht, por sipas kritereve të përcaktuara të meritokracisë. Madje përveç parimit, mësuesve janë ofruar edhe modele të caktuara për shkëputjen e policisë nga politika. Një prej drafteve më të rëndësishme ka qenë ai që përcaktonte mënyrën e emërimit dhe shkarkimit të eprorëve të uniformave blu, të ngjashme me emërimin e prokurorëve dhe gjyqtarëve, me një sistem të kryqëzuar që përjashton vendimin politik, sidomos për kupolën e policisë. Aktualisht drejtori i policisë së shtetit formalisht kalon në sit nga një komision i Ministrisë së Brendshme, ku marrin pjesë të emëruar politik, të cilët i çojnë kryeministrit propozimin pasi të mbarojë selektimi. Kreu i qeverisë firmos dhe vulos emërimin e ri, duke bërë këtë post të lartë një nomenklaturë politike pa një kontroll balancues. Vendet të ndryshme europiane emërimin e drejtorit të përgjithshëm të policisë nuk e kanë nomenklaturë politike, por institucionale. Në Itali, për shembull, kreu i policisë emërohet me firmat e përbashkëta të presidentit të Republikës dhe ministrit të Brendshëm, me kritere të forta profesionale. Në perëndim, krerët e policisë janë kryesisht kuadro që kanë shërbyer ndër vite në radhët e Agjencisë së Sigurisë, kanë gjitur karrierën shkallë-shkallë dhe kur zgjidhen në maj, janë pikërisht në kulmin e karrierës. Kurse në Shqipëri, emërimet politike kanë bërë që në krye të policisë së shtetit, jo vetëm drejtori i madh, por edhe drejtues të tjerë të jenë djalosh mustaqe pa dirsur, të cilët marrin grada në më pak se 10 vjet karrierë. Ndërkohë, si raportet e brendshme të agjencive të sigurisë, ashtu edhe ato ndërkombëtare, e kanë akuzuar rënd kupolën shqiptare të policisë si një partneri të krimit të organizuar. Thuajse çdo muaj dalin fakte të reja të kësaj marrëdhënieje të ngushtë, si nga hetimet e SPAK, ashtu edhe nga drejtësia e vendeve europiane. Këto raporte bëjnë të ditur se në shumë raste, ekzistenca e oficerëve në banda nuk është thjesht marrëdhënie klienteliste dhe korrupsioni, por strukturë piramidale. Kjo do të thotë se shumë shpesh, oficerët që marrin pjesë në bandat kriminale janë të emëruar të baronëve të mafias për të kryer punë direkte për ta, jo vetëm dhënie informacionesh dhe mbulim krahësh, por edhe vrasje e grabitje për llogaritë të shefave. Këto raporte kanë nxjerrë gjithashtu një lidhje të ngjizur të këtyre oficerëve të kriminalizuar me politikën e lartë në vend, duke drejtuar gishtin nga kupola e shtetit. Për zgjedhjen e kreut të ri të policisë së shtetit, vendet europiane por edhe SBA po e monitorojnë procesin mjaft afër. Në ditët e intervistave të kandidatëve, pritet të marrin pjesë diplomatë dhe përfaqësues të delegacioneve të agjencive europiane të policisë. Në fund pritet të ketë edhe një deklarat pas emërimit nga Edi Rama të kreut të ri të policisë. Bashkia e Bulqizës shpalli fituesin e një ankandi për dhënie në përdorim të një sipërfaqeje për 21 hektarësh nga fondi pyjor kullosor në fshatin Lubalesh, njësi administrative e Gjorit, për ndërtimin e një parku me aerogenerator dhe panele fotovoltaike. Sipas dokumenteve të publikuara në Agjencinë e Prokurimit Publik, ankandi është zhvilluar më 23 shkurt 2026 me procedurë të hapur, ndërsa objekti i tij ishte dhënia në përdorim e tokës për ndërtimin e infrastrukturës së prodhimit të energjisë së rinovueshme, përfshirë stacionet, bazamentet dhe objektet mbështetëse. Lidhja e kontratës për këtë ankand është bërë në datë 9 mars. Vlera fillestare e ankandit ishte 176.000 lekë për hektar në vit, që për sipërfaqen prej 21 hektarësh
arrinte në rreth 3,69 milion lek në vit. Oferta fituese u shpall me vlerën 3.698.100 lek në vit. Fituesi i ankandit është shpallur subjekti Balla Energy Group SHPK me seli në qytetin e Bulqizës dhe në pronësi të plotë Artan Ballës. Në procedurë rezulton të ketë marrë pjesë vetëm një operator ekonomik. Procedura e dhënies në përdorim të sipërfaqeve nga fondi pyjor dhe kullosor përmes ankandit rregullohet nga legjislacioni për administrimin e pronës publike dhe vendimet përkatëse të Këshillit të Ministrave. Sipas këtyre rregullave, ankandi duhet të zhvillohet si një procedurë e hapur dhe transparente, ku autoriteti vendor publikon paraprakisht njoftimin në buletinin e njoftimeve publike dhe në kanalet zyrtare të komunikimit të bashkisë apo të Këshillit Bashkiak, duke përcaktuar qartë objektin, sipërfaqen, vendodhjen, vlerën fillestare dhe kushtet e përdorimit të pronës. Megjithatë, në këtë rast nuk rezulton të ketë pasur një njoftim publik në kanalet e komunikimit të bashkisë apo të Këshillit Bashkiak për hapjen e ankandit. Dhënia në përdorim e tokave nga fondi pyjor dhe kullosor për projekte energjie është bërë një praktike e përsëritur nga Bashkia Bulqizë. Në raste të mëparshme, Bashkia ka argumentuar këtë procedura duke ju referuar edhe takimeve të organizuara me banorët për konsultim publik, ku janë diskutuar planet për përdorimin e tokave për projekte energjetike. Në tetor të vitit 2025, Bashkia Bulqizë zhvilloi një dëgjesë publike në vetëm 25 minuta dhe me prani dërmuese të administratës së këtij institucioni, ku prezantoi planin për dhënien në përdorim me ankand të një numri të madh parcelash nga fondi pyjor dhe kullosor. Sipas drejtorisë së pyjeve, bëhej fjalë për 52 parcela të shpërndara në disa zona të bashkisë, përfshi Ramnagoren, Luçan Batër, Thekën, Sheshe Bulqizë, Klenj, Okështun Prodan, Zerqan dhe Shupenz. Autoritetet vendore njoftuan se këto sipërfaqe të konsideruara ekonomi pyjore apo kullota improduktive mund të jepen për përdorim për projekte të ndryshme ekonomike si stalla për blegtori, bujtina turistike apo parqe fotovoltaike. Gjatë prezantimit, parcelat u paraqitën vetëm me numra identifikues, pa dhënë detaje të plota për sipërfaqen, kufit apo përdorimin aktual të tyre në terren. Kjo shkaktoi shqetësime nga disa banorë, të cilët kërkuan më shumë transparencë dhe informacion të detajuar për parcelat që mund të jepen në ankand. Ankandet kanë vijuar ndërsa në njësitë administrative deri më sot nuk është zhvilluar asnjë dëgjesë publike për tokat që preken nga investime të tilla. Në atë takim, ata pak banorë që ishin në sallë ngritën gjithashtu dyshime për mundësinë e mbivendosjes së disa parcelave me toka që ata i konsiderojnë tradicionalisht në përdorim të komunitetit. Sipas tyre, në shumë fshatra toka pyjore dhe kullosore janë përdorur brez pas brezi nga familjet, edhe pse nuk kanë certifikat pronësie. Gjatë dëgjesës u kritikuar edhe mënyra e organizimit të konsultimit publik, shkruan Bulqizaime. Disa pjesëmarrës dhe antar të Këshillit Bashkiak kërkuan që konsultimet të zhvillohen drejt për drejt në zonat e prekura dhe me prezantim të qartë të parcelave në hartë, duke paralajmëruar se mungesa e konsultimeve të plota mund të krijojë konflikte me banorët në të ardhmen. Ankandi për sipërfaqen në Lubalesh nuk është rasti vetëm i këtij lloji në territorin e Bashkisë Bulqizë. Në periudha të mëparshme janë zhvilluar procedura të ngjashme për dhënien në përdorim të sipërfaqeve nga fondi pyjor dhe kullosor për projekte energjetike. Një prej tyre është edhe ankandi për një sipërfaqe prej 85,9 hektarësh në fshatin Melcu, në njësinë administrative Martanesh, i cili u zhvillua në fillim të vitit 2026 për ndërtimin e aerogeneratorëve dhe instalimin e paneleve fotovoltaike, së bashku me stacione dhe objektet mbështetëse të tyre. Sipas të dhënave të publikuara në buletinin e prokurimeve publike, ankandi u shpall më 31 dhjetor 2025 me një vlerë fillestare për 132.000 lekësh për hektar në vit, ndërsa procedura u zhvillua më 26 janar 2026 në ambientet e Bashkisë Bulqizë. Në këtë procedurë rezulton të ketë marrë pjesë vetëm një operator ekonomik, kompania Alb ML Solar Energy Investment SHPK, e cila u shpall fituese me një ofertë prej 11.467.600 lekësh, ngjashëm me ankandin për sipërfaqen në Lubalesh. Edhe në këtë rast, procedura është zhvilluar me një numër shumë të kufizuar pjesëmarrësish. Procedurat e tilla për dhënien në përdorim të sipërfaqeve publike nga fondi pyjor dhe kullosor parashikojnë që ankandet të shpallen publikisht dhe të zhvillohen në mënyrë të hapur për të garantuar konkurrencë dhe transparencë në përzgjedhjen e investitorëve që do të përdorin këto prona. Pas grabitjes së tokave në Bregdet nëpërmjet ligjit për investimet strategjike, ka nisur plani i Edi Ramës dhe mafjes së ndërtimit për të grabitur tokat e mbetura në Bregdet, në zonat e preferuara urbane dhe parqet natyrore kodrinore nëpërmjet skemës paketa e maleve. Kjo skemë po shoqërohet me falsifikimin e statusit të tokave edhe në zonat ku nuk ka male e madje as kodrina, mashtrimi kryer nga Edi Rama në bashkëpunim me kryetarët e bashkive, të cilët po deklarojnë si male sipërfaqe tokash e parqesh pyjore në vijën bregdetare. Pas kryebashkiakut të Shijakut Elton
Arbanaj që shpalli si zonë malore 301 hektar toka Buzdetit në Lalze Maminas, falsifikim të statusit të tokave, kanë bërë Kryebashkiakia Socialiste e Durrësit Emiriana Sako dhe Kryebashkiaku Demokratik Kavajës Fisnik Qosja. Sipas vendimit të qeverisë më 19 mars 2026, Kryebashkiakia e Durrësit Emiriana Sako ka deklaruar si sipërfaqe malore 14.710 hektar toka e parqe pyjore në zonat bregdetare të Bashkisë së Durrësit, ndërsa Kryebashkiaku i Kavajës Fisnik Qosja ka deklaruar 519 hektar toka si male. Shpallen sipërfaqe malore në funksion të projektit Paketa e Maleve, 8.217 hektar toka në fshatrat Gjuricaj, Kapidanaj, Kërtushaj, Likmetaj, Kuraten, Lalës, Biz, Draç, Shetaj të njësisë administrative Ishëm. Shpallen sipërfaqe malore 3.881 hektar toka në fshatrat Armath, Borç, Kameras, Rad, Shkallë e fshat Mans të njësisë administrative Mans. Shpallen sipërfaqe malore 2.612 hektar toka në fshatrat Romanat, Bozanxhie e Manskuri të njësisë administrative Rashbull. Shpallen sipërfaqe malore në funksion të projektit Paketa e Maleve 97 hektar toka në fshatrat Kanaparaj e Seferaj të njësisë administrative Golem Kavaj. Shpallen sipërfaqe malore 227 hektar toka në fshatrat Habilaj, Çete e Zikular të njësisë administrative Elmas Kavaj. Shpallen sipërfaqe malore 195 hektar toka në fshatrat Peqinaj e Bagot të njësisë administrative Synej Kavaj. Sipas përcaktimeve në kadastrat Durrës e Kavaj, sipas hartës së kornizës referuese gjeodezike të Shqipërisë, këto sipërfaqe toke nuk janë male dhe duket me sy të lirë që në Durrës e Kavaj nuk ka male, por nëpërmjet mashtrimit të falsifikimit zyrtar të bërë nga Kryebashkiakia Socialiste e Durrësit Emiriana Sako dhe Kryebashkiaku Demokratik Kavajës Fisnik Qosja, tokat në vij bregdetare fushore janë deklaruar zona e sipërfaqe malore që kryeministri Edi Rama me gjoja përcaktimet nga pushteti lokal t'i grabisë e t'u adhuroj klientëve të tij për vila, hotele dhe resorte me skemën Paketa e Maleve.